Armando Broja është rikthyer. Sulmuesi shqiptar ka arritur që të realizojë golin që mungonte prej shumë kohësh në Premier League. Sulmuesi shqiptar kishte shumë kohë që nuk shënonte në elitën e futbollit anglez dhe ja ka dalë sot. Në ndeshjen Bournemouth-Burnley, si për ironi të fatit, Broja ka zhbllokuar veten dhe ka thyer mallkimin duke tundur jetën e portierit të Serbisë, Petrovic. Ishte njeriu që priti penaltin e Real Manajt të Tiranë dhe njeriu i cili e pësoi atë gol të Manajt në Leskovac. Këtë Petrovic duhet të përballonte edhe një tjetër lajm të mirë për shqiptarët. Armando Broja e gjeti golin pikërisht në një ndeshje kundër tij. Pas 2 ndeshjeve të luajtura si titullar te Burnley, sot sulmuesi shqiptar e nisi nga stoli kundër Bournemouth. Kjo dhe për shkak të agjendës së ngjeshur të klubeve të Premier League, të cilat nuk kanë as ditë pushimi as në periudhën e festave. Broja u aktivizua në minutën e 65 duke marrë vendin e Fleming dhe do të realizonte golin e barazimit në minutën e 90. Pas një krosimi nga krau i djathtë, Broja u shkëput nga toka në stilin e Cristiano Ronaldos, duke lënë shumë poshtë tij kundërshtarin që po e mulonte për ta dërguar topin në rrjet. Një ndjesi e madhe çlirimi për futbollistin e kombëtares që u nis me njëherë drejt tifozëve për ta fesuar duke goditur gjoksin dhe duke shpalosur gjithë fuqinë e tij edhe në një moment të tillë, pasi i mungonte goli prej shumë kohësh. Nga ana tjetër, edhe Burnley i mungon një rezultat pozitiv prej shumë kohësh, pasi kishte 7 humbje radhazi në Premier League. Por me këtë gol të shënuar në minutën e fundit, Burnley merr një pikë dhe rrit akoma më shumë shpresat për të bërë mrekullin dhe për të mbijetuar në Premier League. Në një tjetër humbje, trajneri Scott Parker do të shkarkojë. Parker e dinte fare mirë një gjë të tillë dhe nuk ka nguruar për ta përgëzuar shqiptarin sot pas ndeshjes, megjithëse nuk dihet saktësisht se kush ishte më i çliruar pas atij goli, Broja apo vetë trajneri Parker. Pra, trajneri i Burnleyt i ka një borxh dhe një hua shumë të madhe Armando Brojës, pasi ishte pikërisht shqiptari i cili e ka mbajtur në punë dhe ka bërë që Parker të mos shkarkohet. Pra në ndeshjet e radhës, pritet që Armando Broja të luajë si titullar dhe të marrë vendin e Fleming. Gjithashtu një fat i madh për Brojën është edhe fakti se Foster nuk do të jetë pjesë e ekipit për 4 deri në 5 ndeshjet e ardhshme të Burnley në kampionat, pasi Foster do të luajë në Kupën e Afrikës dhe nuk do të jetë pjesë e ekipit për këto takime. Një lajm ky fantastik edhe për tifozët e Shqipërisë, të cilët shikojnë shpërthimin jo vetëm të Ernest Muçit, ndërkohë që afrohet gjithmonë më shumë ndeshja finale kundër Polonisë, por njëkohësisht tani shohin edhe shpërthimin e Armando Brojës. Nëse vazhdojmë kështu, atëherë Polonia nuk do të jetë një mision i pamundur, Shqipëria gjithmonë më afër botrorit.